Planet e zhvillimit Po. që pushteti vendor organizon për zona të ndryshme, si orientohen tendencat në dijenin tuaj dhe sa rrezik kanë këto banorë që kanë vite që jetojnë nëpër këto ndërtesa të vjetra, le të themi, qofshin 4, 5 apo 6 katëshe, sa rrezik potencial kanë që së shpejti të zhvishen nga të drejtat e pronësisë? Rreziku është për shembull në rastin në qoftë se duhet që këmë të lidhur domethënë edhe nismat që bën qeveria. Po. Qeveria kur propozoi nismën për të vlerësuar teknikisht pallatet e vjetra, nuk e bëri sigurisht u paraqit domethënë që është nevojshme që të ndërhyjmë, të riparojmë pallatet e amortizuar. Mirë po, mund të ndodhi për shkak që këtu krijohet edhe mundësi abuzimi. Nuk po them që kjo është skeme e përgjithshme për abuzim, por ka terren për abuzim. Abuzimi do thotë që në një moment caktuar mundet që akte ekspertiza teknike të nxjerrin që pallati ka nevojë për të shëmbur. Mund mos ketë realisht nevojë,